nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ ku ndër të tjera do të ndiqni. Këngëtari Alis Kallaçi me këngën Nan, fituesi i edicionit të 64 të këngës, në intervistën e parë pas marrjes së çmimit të parë, rrëfen emocionet që mori para një publiku të tërë që duar trokiti. Këtë sukses ja dedikon nënës dhe shpreson ta ketë bërë krenare. Në prag të festave të fund vitit, emigrantët shqiptar po kthehen atje për të festuar pranë familjeve të tyre. Situata në pikën kufitare të KKV-s paraqitet e qetë, ndërsa autoritetet janë në gatishmëri për të përballuar fluksin e udhëtarëve. Prej 6 vitesh, 43 vjeçarja Efti Mejdi nga fshati Palokastër kultivon fruta dhe perime bio në serat e saj të vogla. Ajo përdor metoda natyrale për të siguruar prodhim cilësor, të cilin e tregëton në qytetin e Gjirokastrës. Bujqësia është mënyra kryesore e jetesës për familjen Mejdi, ndërsa në të ardhmen, ajo synon të zgjerojë sipërfaqen e tokës që kultivon. Muzikë, valle dhe ngjyra festive kanë pushtuar fundjavat në Sarand. Skena në shëtitore ka sjellë performanca nga artistë të njohur, ansamble folklorike dhe fëmijë të qytetit, duke krijuar një atmosferë të gjallë për të gjitha moshat. Në pritje të festave të fundvitit, Saranda po ofron argëtim dhe kulturë, duke u kthyer në një destinacion dimëror plot energji dhe emocione. Ju njohim tani më gjerësisht këngëtari Alis Kallaçi me këngën Nan, fituesi i edicionit të 64 të këngës, në intervistën e parë pas marrjes së çmimit të parë rrëfen emocionet që mori para një publiku të gjerë që duar trokiti. Këtë sukses ja dedikon nënës dhe shpreson që ta ketë bërë krenare. Me këngën Nan, Shqipëria do të përvajsohet në Eurovision 2026. Momentet e shpalljes së fituesit u shoqëruan me duartrokitje të fuqishme dhe ovacione, ndërsa publiku u ngrit në këmbë sapo moderatorët e festit 64 lexuan emrin e Alisit. Në kor salla thëriste emrin e tij, ndërsa artisti u rikthye në skenë për të interpretuar edhe një herë këngën fituese, e vlerësuar maksimalisht si nga juria, ashtu edhe nga publiku. Mes emocionesh dhe lotësh, Alis u shpreh se shpresoj ta kem bërë krenare në nëntime. Mund të them thjesht që shpresoj ta kem bë, se un kam fol për nanën, shpresoj ta kem bë nanën ta me krenare. Do ta bësh akoma më shumë kur të përfaqësosh Shqipërinë atje në Eurovision. Faleminderit. Do bëj maksimumin tim, nuk di çfarë. Do jap nuk e di, do jap çdo gjë. Do jap shpirtin. Do jap shpirtin. Nga vendi i tretë në vendin e parë. Kjo pjesëmarrje si vjetshme të bërit luftosh për ta fituar këtë trofe, apo kjo është në rrjedhën e një artisti që do t'japi më të mirë? Them drejtën e vetmja gjatë që më bani për më ardhur te festivali ishte kënga, sepse unë them drejtën nuk e kisha në plan që të vija. Thjesht doli kënga dhe e kisha të pamujtën për më ardhur, po e treguam publik sepse është gedi vani i duan për atë këngë, shtrati i duan. Si lindi kjo këngë? Nota e parë. Nota, por në fakt ka lind teksti, ka lind prej Andres dhe Sarës. Ka lind prej Andres saj që erdhi me tekstin përpara dhe më tha që kam pa një ëndër që thotë mirëpafshim nanë. Dhe unë thjesht ulëm në piano dhe shkruva këtë që po shijoj sot. Performanca e Alis Kallaçit u vlerësua për potencën e jashtëzakonshme vokale, interpretimin e sinqert dhe mesazhin universal të dashurisë. Kënga Nan arriti të prek publiku në mënyrë të veçantë, duke kthyer finalen e festit 64 në një moment të paharrueshëm, të shoqëruar me duartrokitje të gjata dhe emocione të vërteta. Në prag të festave të fundvitit, emigrantët shqiptar po kthehen atje për të festuar pranë familjeve të tyre. Situata në pikën kufitare të KKV-s paraqitet e qetë, ndërsa autoritetet janë në gatishmëri për të përballuar fluksin e udhëtarëve. Për emigrantët, kthimi në shtëpi për festat mbetet një moment i veçantë, i shoqëruar me emocion dhe mall për familjen.
Në pikën kufitare të Kakavis, në prag të festave të Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri, situata paraqitet e qetë, ndërsa autoritetet kanë marrë masa për të përballuar fluksin e shtuar nëse do të ketë gjatë ditëve në vijim. Gjatë 24 orëve të fundit, shërbimet e policisë kufitare kanë përpunuar gjithsej 8.277 shtetas në hyrje dhe dalje nga territori shqiptar. Sipas të dhënave zyrtare, 5.724 shtetas janë regjistruar në hyrje, ndërsa 2.553 në dalje. Fluksi i lartë është evidentuar edhe në qarkullimin e mjeteve, ku janë përpunuar 2.669 automjete, nga të cilat 1.826 në hyrje dhe 843 në dalje. Shqiptarët nga emigracioni po kthehen atë dhe për të kaluar festat pranë familjeve të tyre, ata shprehen se kthimi në Shqipëri mbetet gjithmonë i veçantë. Dhe nga Athina kemi ardhur për festat, për Gjellendetit. Jetojmë 35 vjet në Athinë, edhe 35 vjet neve për vit të ri për festat vim tek vendi jonë. I uroj gjithë shqiptarëve, gjithë popullit, gëzuar festat me shëndet. E kalofshi bukur. Nga Malada, Pirgo. Jetoni aty? Po, tjetër. Për festat po vim. Ndryshime ka. Ndryshime. Çfarë pëlqen më tepër, krahasime më parë? Radhë parë për vendin ku je rritur, ai na pëlqen për ato po vim gjitha. Dhe ikim përsëri në Greqi. Festat. Ku do t'i kaloni? Shpi, Shqipëri, Fushkruj. Keni vite që jetoni në Greqi? 30 vjet. Pala shqiptare po operon aktualisht me 6 sportele të ndara në 3 për hyrje dhe 3 për dalje, ndërsa ajo greke po punon me 4 sportele, konkretisht 2 për hyrje dhe 2 për dalje. Në Sarandë, rënja e temperaturave ka sjellë rritje të vizitave në repartin e sëmundjeve të mushkrive në spitalin Petronako. Mjekja pneumologe Angela Karati njofton se shumica e pacientëve paraqiten me forma të lehta të COVID-19 dhe gripit, ndërsa rastet me patologji shoqëruese trajtohen me kujdes të shtuar. Specialistët këshillojnë shmangjen e mjediseve të mbyllura dhe kufizimin e kontakteve gjatë infeksioneve. Në këto 2 vjetori janë të shumë pacientët që i drejtohen repartit të sëmundjeve të mushkrive në spitalin Petronako të Sarandës. Doktor Angela Karati thot se kjo periudhë është ngarkuar me fluks vizitash nga pacient që ankohen për ngarkesë virusi në rrugët e frymarrjes. Me rënien e temperaturave është vënë re edhe një rritje e numrit të vizitave që ne hasim në përditshmëri. Mbizotohen kryesisht infeksionet e rrugëve të sipërme respiratore, të cilat kryesisht trajtohen thjesht në mënyrë konservative, pra thjesht duke këshilluar pacientin që të hidratohet, të monitorojë temperaturën dhe më pas nëse këto simptoma persistojnë, atëherë i rekomandojmë që të vijë sërish për i kontroll dhe për të parë mundësinë e shtimit të ndonjë mjekimi. Mjekja pneumologe thot se kalimi COVID-19 ka shërbyer për ndërgjegjësim më të mirë dhe kujdes më të lartë në vlerësimin e shqetësimeve të para në rastet e vështirësimit të frymarrjes. Në vlerësimin e saj rezultojnë forma të lehta të COVID-it dhe gripit të influencës. Që pas periudhës së COVID-it, njerëzit mund të themi që janë disi më të friksuar, pra vinë që me temperaturën e parë, se mos kemi sërish në një virus të çuditshëm që mund t'i sjellë domethënë një sëmundshmëri më të lartë. Në fakt kemi një mix, një forma të lehta edhe të COVID-it edhe të gripit të influencës. Por edhe viroza adenoviruse që janë të rrugëve të sipërme respiratore. Nuk kanë munguar edhe rastet e shtrimeve për pacientët me patologji shoqëruese, ndërkohë që numri i vizitave çdo ditë shkon në 15 pa llogaritur rastet që mjaftohen me trajtimin nga mjeku i familjes apo reparti urgjencës. Aktualisht kemi patur dhe raste me pneumoni të shtruara, por janë kryesisht pacientë me smundje kronike, pra me patologji shoqëruese që le të themi bëjnë forma pak më të rënda të pneumonive, pra bëjnë komplikacione të këtyre infeksioneve. Ish-deputeti Niko Kuri është rikthyer me kohë të plotë në drejtimin e këtij reparti, ku mjekja pneumologe Angela Karati është përfituese drejt për drejt nga përvoja e tij e gjatë.
Me rënjen e temperaturave, përdorimi i bomblave të gazit në familje dhe biznese rritet ndjeshëm, por kjo sjell edhe rreziqe serioze. Shërbimi zjarfikës në Gjirokastër paralajmëron se përdorimi i pakujdesshëm ose i gjatë i tyre mund të shkaktojë zjarre dhe incidente të rënda. Me uljen e temperaturave, përdorimi i bombolave të gazit në familje dhe biznese rritet ndjeshëm gjatë kësaj periudhe, por kjo sjell rreziqe serioze. Pasi përdorimi i pakujdesshëm ose i gjatë i tyre mund të shkaktojë incidente të rënda dhe zjarre. Shpesh përdoren për gatim apo ngrohje, por ekspertët paralajmërojnë se gjatë periudhave me temperatura të ulta rritet rreziku i shpërthimeve dhe zjarreve. Këto incidente mund të ndodhin për shkak të defekteve teknike, lidhjeve të gabuara ose vendosjes së bombolave pranë burimeve të nxehtësisë. Me uljen e temperaturave kemi konstatuar përdorim të gjerë të gazit në për banesa, ndoshta edhe për shkak të kostos ullët. Por nga gjitha statistikat që neve kemi, shumica e zjarreve, mbi 60% e zjarreve të dimrit janë shkaktuar nga bomblat që përdorin njerëzit zakonisht për gatim dhe për ngrohje. Shumica e qytetarëve i mbushin këto bombla gazi, i mbushin nëpër pikat karburantit, edhe pse ne gjatë gjithë beharit kemi ushtruar kontrole, duke i udhëzuar edhe punonjësit e karburanteve që mos të bëjnë mbushje të bomblave të gazit që përdoren nga qytetarët për gatim. Këtu në Gjirokastër kemi 2 pika të licencuara, sepse normalisht që një bombull gazi të jetë efektive dhe mos të krijojë problematika, ajo duhet bëhet rimbushja e saj konform gjitha normave dhe rregullave. Dhe konform normave mbushja bëhet vetëm në pikat e licencuara të gazit që kanë autoritetin për këtë gjë. Pas mbushjes së bomblës së gazit, si për bomblës së gazit të Saraqineska, vendoset një letër që tregon datën se kur kjo bombull skadon. Dhe në momentin që vjen momenti i skadimit, bombla çohet sërish tek këto qendra të licencuara të gazit, të cilët kanë ekspertët përkatës që bëjnë zbrazjen e këtyre bomblave, bëjnë pastrimin e bomblave dhe mbushjen sërish. Kemi vënë re që mbaron 5 kilëshja e bomblës së gazit dhe bëjnë rimbushje. Bombula nuk duhet ketë nevojë patjetër për pastrim dhe e bëjnë mbushjen të plotë të këtyre bomblave të gazit. Nëse vëren një gazi ose rrjedhje, duhet ndërprer përdorimi menjëhershëm dhe duhet kontaktuar me shërbimin zjarfikës. Bomblat e gazit nuk duhet të mbushen asnjëherë 100%, sepse kanë rrezikun e rrjedhjes së gazit. Dhe nga rrjedhja e gazit, nga një pakujdesi e vogël si ndezja e dritës ose bateria e telefonit, shkaktohet shpërthimi që thon njerëzit që shpërthen bombla. Bombla e gazit nuk shpërthen, por kur te i mbushet, normalisht ajo duhet mbushet 80% të pjesës së saj, të sasisë së saj. Prandaj është e domosdoshme që të gjithë qytetarët të vendet i bëjnë rimbushjen e këtyre bomblave në qendrat e specializuara për këtë punë, për të eliminuar dëmet. Nëse do hapin derën dhe ndjejnë erë gazi, gjëja e parë që duhet të bëjnë është të hapin menjëherë dritaret. Mos të ndezin çelsat e dritave sepse krijohet masë e menjëhershme. Dhe normalisht duhet marrë shërbimin zjarfikës në telefon, sepse ka nevojë që të bëhet me shplarje me ujë të rrjedhshëm në momente që ka gaz, sepse dëmësia e gazit zdet çdo vrymë dhe në një moment caktuar mund të ketë shpërthim të gazit. Shërbimi zjarfikës në këtë periudhë apelon për kujdes maksimal, duke theksuar se çdo vit regjistrohen raste të shumta zjarresh nga bombolat e gazit, shpesh me pasoja të rënda për familjet dhe bizneset. Kujdesi dhe përdorimi i sigurt vetet mënyra më e mirë për të shmangur këto incidente. Prej 6 vitesh, 43 vjeçarja Efti Mejdi nga fshati Palokastër kultivon fruta dhe perime bio në serat e saj të vogla. Ajo përdor metoda natyrale për të siguruar prodhim cilësor, të cilin e tregëton në qytetin e Gjirokastrës. Bujqësia për të është mënyra kryesore e jetesës, ndërsa në të ardhmen synon që ta zgjerojë sipërfaqen e tokës që kultivon. Efti Mejdi, 43 vjeçe nga fshati Palokastër, prej 6 vitesh merret me kultivimin e frutave dhe perimeve. Në serat e saj të vogla ajo prodhon vetëm produkte bio, si sallat, erza, spinaqet e kultura të tjera sezonale, duke i kushtuar rëndësi të veçantë cilësisë së tyre. Po vemi rreth 6 vjet. 6 vjet që miremi me perime. Në behar mbjellim gjërat e beharit, patate, domate, karpuz, pjeprin, nga të gjitha të beharit. Dhe tani në dimër kemi bërë një serë të vogël, thamë hajtë ta provojmë se
kemi pa punë dhe miremi me gjërat e bujqësisë. Dhe kemi prodhimin tonë të tërë bio. Çfarë keni kultivuar tani gjatë kësaj periudhe? Tani kemi kultivuar sallatën, erzat, majdanozin, roklën, kemi pazin, kemi dhe spinaqin, lakrën, preshin, qepën, nga të gjitha. Mejdi tregon se për kujdesja e vazhdueshme, përdorimi i metodave natyrore dhe puna e përditshme janë çelësi për të pasur një prodhim të lartë dhe cilësor. Ajo ndjek me kujdes çdo fazë të rritjes së bimëve, duke shmangur përdorimin e kimikateve. Bëhen çfarë kujdesi duan? Duan punë, duan goxha punë, duan pastrim, duan vaditje, sera del dielli duhet hapur, se i kalben duan shumë punë, duan që kujdes, po hajt, mirë. Ka prodhim? Prodhim ka, është që problem se ka shumë lagështirë, është pak lagështira, ajo në ndikon një qikë. Po mirë, gjërë tani mirë. Prodhimin e saj bio Efti Mejdi e tregton në qytetin e Gjirokastrës ku ka gjetur interes nga konsumatorët. Duke parë kërkesat në rritje, ajo shprehet se në të ardhmen synon të zgjerojë sipërfaqet e tokës që kultivon dhe të rrisë më tej prodhimin. Si e bëni, ku e tregtoni prodhimin? Në Gjirokastër. Në Gjirokastër e prodhojmë, e çojmë atje me këto. Meqense është prodhimi i fshatit, ka kërkesa nga banorët? Ka kërkesa, po të kërkesa se thonë që si ke prodhimin tonë, ti thoni me kimikate. Ne kemi çdo gjë, i kemi bio. I kemi dhe me pleun tonë, i hedhim ple, marrim ple dhe me ple, vetëm asnjë gjë tjetër. Po, duke parë, duke bërë si të na eci puna. Vetëm të kemi treg. Si të na vej puna. Gjërë tani mirë jemi, kemi prodhim, po vetëm tregu është. Mendoni ti zgjeroni, do me thësi? Varet, si vjet po kam menduar të vazhdoj më shumë, kemi hapur dhe një tokë që të mbjellim goxha. Do mbjellim karpuzin, pjeprin, pataten, domaten, këto po. E vetmja gjë që kërkoni është tregu? Tregu dhe ka shumë, thoni se si ke bio, thonë, i kemi merë lartë e poshtë, po jo, ne i kemi të gjitha, ja, flet vetë malli. Për familjen Mejdi, bujqësia dhe prodhimi bio nuk janë vetëm një punë e përditshme, por mënyra kryesore e jetesës. Përkushtimi ndaj tokës dhe prodhimi natyral siguron të ardhura për familjen dhe përfaqëson një stil jetese të ndërtuar mbi punën, traditën dhe respektin për natyrën. Buzëqeshje, gëzim dhe surpriza për fëmijët e kopshteve të Delvinës. Në prag të festave të fundvitit, shefi i komisariatit të Delvinës, Agim Troçi dhe efektivët shpëndan dhurata, duke kthyer këtë ditë në një moment të veçantë për më të vegjëlit, një gest i thjesht por me shumë domethënie që sjolli afërsi, ngrohtësi dhe mesazhin e kujdesit për fëmijët. Në prag të festave të fundvitit, një gest simbolik solidariteti ka ardhur nga Komisariati i Policisë Delvin. Shefi i komisariatit, Agim Troçi, së bashku me efektiv të policisë, ka shpërndar dhurata për fëmijët e kopshteve të qytetit, duke sjell gëzim dhe buzëqeshje tek më të vegjëlit. Aktiviteti u zhvillua në disa kopshte të Delvinës, ku fëmijët u surprizuan me dhurata simbolike, ndërsa prania e policisë u shoqërua me një atmosferë festive dhe miqësore. Qëllimi i kësaj nisme ishte jo vetëm dhurimi i gëzimit në këtë periudhë festash, por edhe afrimi i policisë me komunitetin që në moshë të hershme. Shefi i Komisariatit Delvin, Agim Troçi, theksoi se këto aktivitete janë pjesë e filozofisë së policimit në komunitet, duke synuar ndërtimin e një marrëdhënieje besimi mes policisë dhe qytetarëve, veçanërisht me fëmijët, të cilët janë e ardhmja e shoqërisë. Drejtuesit e kopshteve dhe edukatorët falenderuan policinë e Delvinës për këtë vëmendje dhe për mesazhin pozitiv që përcillet tek fëmijët, duke e konsideruar nismën si një shembull të mirë bashkëpunimi mes institucioneve. Ky gest human në prag të festave të fundvitit përcolli mesazhin e solidaritetit, kujdesit dhe afërsisë me komunitetin, duke e kthyer këtë ditë në një moment të veçantë për fëmijët e Delvinës. Muzik, valle dhe ngjyra festive kanë pushtuar fundjavat në Sarand. Skena në Shëtitore ka sjell performanca nga artistë të njohur, ansamble folklorike dhe fëmijë të qytetit, duke krijuar një atmosferë festive për të gjitha grupmoshat. Në pritje të festave të fundvitit, Saranda po ofron argëtim dhe kulturë, duke u kthyer në një destinacion dimëror plot energji dhe emocione.
Prej javësh Saranda është përfshirë në atmosferën e festave të fundvitit, por fundjavat e ndezin edhe më shumë këtë atmosferë. Skena e ngritur në shëtitore ka mundësuar performanca artistësh nga DJ-e këngëtarët më të njohur në shkallvendi, tek balerinë ansamble folklorike me emër e deri tek fëmijët e kopshteve e shkollave të qytetit. Mbrëmjen e të shtunës, artistë të gjitha zhanerave mbajtën të mbërthyer publiku në shëtitore për disa orë. Performoi edhe artisti i dashur i këngës qytetare Petrit Lulo. Sot presim një koncert super të bukur. Sot do kërcejmë dhe do këndojmë këngë dançe. Qenë shumë aktivitete të zhvilluar bashkia, më pëlqen fryma, ndihet atmosfera e festave. Ne që kemi fëmijët mund t'i nxjerrim, ka organizuar bashkia, na pëlqen shumë. Jemi shumë të kënaqur nga qyteti jonë. Për Eliana Shkurtin, shefe e kabinetit në bashki, e gjithë kjo që po i ndodh Sarandës në këto ditë ka sjell shumë gëzim, sidomos për fëmijët, duke ofruar shumë më tepër se ditët e zakonshme të vitit. Festival në bulevardin e Sarandës, këto festa të fundvitit, ashtu si kurse tashmë është bërë tradit, këtu festohen nga të rritur, nga të vegjël, vizitor të huaj, vendas, të gjithë vizitojnë Sarandën si një destinacion tashmë edhe dimëror, edhe për festat e Krishtlindjeve dhe fundvitit. Ka një lëvizje të vazhdueshme që tregon që këtu njerëzit argëtohen, kalojnë mirë, shpenzojnë, edhe e gjitha kjo normalisht sjell edhe zhvillimin e ekonomisë dhe tashmë përmendja e Sarandës si një destinacion edhe dimëror na ndihmon neve që ta promovojmë destinacionin si një destinacion 365 ditë. Sepse njerëzit që të vizitojnë një destinacion nuk kanë nevojë vetëm për akomodim të mirë dhe ushqim të mirë, kanë nevojë edhe për net të bukura, të gjalla, edhe siç e shikoni këtu i kemi të gjitha, kemi muzikë, kemi alegri, edhe kemi lojra të shumta për fëmijët, kështu që është Christmas market tashmë nga më të bukurit që ne ofrojmë në Shqipëri. Duket se Saranda në numërim të ditëve të fundit të vitit, në pritje të Krishtlindjes dhe vitit të ri 2026, po ofron më të mirën e vet, edhe si një mundësi për ta shijuar si destinacion dimëror turistik. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur nga gazetarët tanë për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë miru takofshim.